Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet tona e dërgojmë njeriut më të dashur të zemrave tona. Njëkohësisht edhe modelit të jetëve tona, atij të cilin Allahu xhalla shanuhu e dërgoi mëshirë, rahmet, po njëkohësisht e dërgoi edhe udhëzues, por të njëjtën kohë e dërgoi edhe përgëzues dhe qortues. Atij cili është figura më e ndritshme, e cila ka ecë në sipërfaqen e tokës. Ai i cili më mirë se çdo kush e adhuroi Zotin, sepse më mirë se çdo kush e njohi Zotin e tij. Atij i cili ishte model i papërsëritshëm në jetën e tij, sepse jetën e tij e organizoi në bazë të mësimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. E kur përflasim për jetën dhe organizimin e jetës, pa asnjë dyshim dhe pa asnjë dilemë, ne jemi të bindur se forma e vetme dhe mënyra e vetme e suksesshme e organizimit të jetës në këtë botë është kur njeriu jeton në bazë të parimeve, mësimeve dhe rregullave të cilat i ka parapa Zoti i botrave, i cili më mirë se çdo kush e din se çka i duhet njeriut, ai i cili më mirë se çdo kush e njeh edhe thellësinë dhe brendësinë e njeriut, ai i cili më mirë se çdo kush, sepse është krijuesi i njeriut, e din se cila është e dobishmja dhe cila është e dëmshmja në jetën e njeriut. Ai i cili nuk na ka sjellë në këtë botë për të na dënuar, e as për të na vështirësuar jetën, përkundrazi, na ka sjellë që përmes kësaj bote të arrijmë kënaqësinë e tij e të arrijmë xhenetet e gjithmonshme. Andaj besimtari është e domosdoshme që jetën e tij ta organizojnë bazë të mësimeve të Allahut subhanahu wa ta'ala. Në secilin rrafsh të jetës së tij, ta ketë model dhe shembull të dërguarin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E kur po flasim për organizimin e jetës, po flasim për themelet dhe njëkohësisht edhe për shtyllat më të rëndësishme në bazë të cilave ndërtohet jeta e njeriut, por edhe mbahet ajo. Pas një dilemë se besimi në Allahun subhanahu wa ta'ala, në Zotin e gjithësisë, është themeli i çdo gjëje. Mbi të ndërtohen kuptime, mbi të ndërtohen besime, mbi të ndërtohen pastaj edhe ato të cilat janë shtyllat të cilat e mbajnë jetën e njeriut. E kur po flasim për shtyllat të cilat e mbajnë jetën e njeriut, po flasim që disa nga takimet për një nga shtyllat më të rëndësishme të jetës e njeriut, e që është familja. Dhe pasi kemi trajtuar disa nga mësimet e domosdoshme që besimtari duhet të ketë parasysh dhe duhet të ketë pastaj edhe bindje se si duhet të jetohet, vim të një pikë shumë rëndësi, vim të një çështje shumë rëndësi. Ajo është se baza e familjes është një kontratë e veçantë e cila lidhet mes dy personave, pas së cilës pastaj rrjedhimisht krijohet edhe familja. Kjo kontratë, e cila i ofron dy trupa të njerëzve, dhe jo vetëm kaq, është një nga
një nga mrekullitë më të mëdha që ndodhin në tokë. Edhe pse njeriu si qenie harrastare, edhe pse njeriu si qenie e cila me kalimin e kohës çdo gjë i bëhet e zakonshme. Madje i bëhet e zakonshme edhe lindja e diellit dhe perëndimi. I bëhet e zakonshme edhe ndrrimi i ditës edhe i natës. I bëhet e zakonshëm edhe shiu kur bie. Njeriut i bëhet e zakonshme edhe gjallëria e tokës pas vdekjes dhe tharjes së saj. Të gjitha këto njeriu po nuk i pa me vëmendjen dhe po nuk i pa me syrin studiues dhe meditues të mrekullive të krijimit të Allahut subhanahu wa taala, tëra këto i bën të zakonshme. E madje në këtë rast edhe ky proces për cilin po flasim, e që është themeli i një familje, e pastaj edhe themeli i një shoqërie, pra një kontratë dhe një proces i cili i ofron dy trupa, e që është nikahi ose martesa, është një nga mrekullitë e Allahut subhanahu wa taala në tokë. Edhe pse njerëzit shpesh herë e shohin si diçka krejt rastishme. E shohim këtë natyrshme dhe e shohin si diçka e cila nuk ka ndonjë fshehtësi ose mrekulli në vetvete. Besimtari i cili gjithçka e sheh prej Allahut dhe në fund për Allahun subhanahu wa taala, edhe çështjen e martesës, edhe çështjen e nikahit, edhe çështjen e afërsisë së dy njerëzve të cilët deri dje ishin të huaj, nuk e sheh thjesht si një proces të zakonshëm i cili ndodh në mesin e njerëzve, por e sheh si diçka shumë më të thellë. E madje, nisur nga argumentet fetare, nisur nga ajetet koranore, besimtari martesen e sheh si një shenjë prej shenjave të Allahut subhanahu wa taala, si një mrekulli prej mrekullive të Allahut subhanahu wa taala. Madje Allahu xhalla shanuhu kur i rendit mrekullitë e krijimit të tij, e përmend qiellin, tokën, diellin, hanën, ndrimin e ditës, ndrimin e natës, e kështu me radhë, në të njëjtin model dhe në të njëjtin narracion, Allahu subhanahu wa taala e përmend edhe vazhdimin ku thot: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Dhe nga shenjat e Allahut subhanahu wa taala, pra nga mrekullitë e Allahut xhalla sha'nuhu, është edhe ajo se ka kriju nga vetja juaj bashkëshorte. Litaskunu ilayha, që të gjeni prehje dhe qetësi të këto, dhe këtë ofrim, dhe këtë qetësi të cilin ju e synoni, thot Allahu xhalla shanuhu e ka ba, sepse në mesin e juaj ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ka bën mesin e juaj mëshirë, dashuri dhe mëshirë. Zakonisht njerëzit në martesë shpesh herë në startin e këtij fillimi dhe në fillimin e rrugtimit pastaj të gjatë në martesë i gabojnë konceptet e tyre. Dhe përveç kësaj të parës, ku këtë që Allahu xhalla shanuhu po e përmend si mrekulli dhe si shenjë e madhështisë Allahut subhanahu wa taala, njerëzit shpesh herë martesën e shohin si një interes reciprok, ku burri kërkon që të gjej tek gruaja lumturi dhe gruaja synon që tek burri të gjej gjithashtu lumturin, ose me një fjalë tjetër një lloj plotësimi të mangësive
të cilat ata i kanë në jetën e kësaj bote. Sigurisht se kjo është pjesë e pandashme e martesës, por ama nuk është e tëra. Koncepti më i rëndësishëm që besimtari dhe besimtarja duhet ta kenë para aktit e nikahit dhe para martesës së tyre është pikërisht ajeti i cilin e përmendëm. A e shohim ne si mrekulli prej mrekullive më të mëdha që Allahu xhalla shanuhu një person i cili deri dje ndoshta nuk e kemi njoft fare dhe nuk e kemi pas idenë se ekziston ose është dikun. Ndodh akti i nikahit, ndodh marrja e legitimitetit qiellor nga Allahu subhanahu wa ta'ala për të shfaqur ndaj njëri tjetrit, madje edhe fshehtësitë dhe intimitetet të cilat njeriu e ka haram dhe e ka të ndaluar madje t'i tregoj edhe ndaj njerëzve më të afërm të tij. Ky proces i cili përveç kësaj i bën njerëzit që të bëhen pjesë e pandashme e njëri tjetrit dhe përveç trupave të tyre të ofrohen edhe shpirtrat, kjo është koncepti i parë, i rëndësishëm që besimtari dhe besimtarja duhet ta kenë parasysh në momentin e lidhjes së nikahit, kurorëzimit, martesës legjitime fetare që ndodh mes tyre. E pastaj, pyetja e parë që duhet t'ia bëjnë njëri tjetrit, burri dhe gruaja e ardhshme, nuk është se çka kërkojnë ata njëri tjetri nga martesa. Çka kërkon burri nga martesa dhe çka kërkon gruaja nga martesa? Cili është synimi dhe cili është qëllimi? Dhe pyetja nuk duhet jetë se çka përfitojmë ne, këtë rast çka përfiton ai i cili po martohet. Por të dy bashk duhet ta bëjnë një pyetje, sepse kjo pyetje dhe përgjigjja e saj është përcaktuese për komplet konceptin e martesës dhe jetës bashkëshortore. Ajo është çka don Allahu subhanahu wa ta'ala nga martesa jon. Çka pret Allahu subhanahu wa ta'ala nga ne si çift i ardhshëm. Çka pret Allahu subhanahu wa ta'ala nga ne, të cilve Allahu xhalla shanuhu me mrekullinë e tij dhe me urtësinë e tij na bëri që të bëhemi pjesë e njëri tjetrit, e madje jo vetëm ofrimin trupor, por edhe ata shpirtëror. Andaj qëllimi i parë i martesës është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. Dhe arritja që krahas qëllimit final për cilin jemi kriju, e që është adhurimi vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe në bazë të saj pasaj çdo punë dhe vepër cilën e bëjmë e peshojmë me këtë peshore. A është Allahu xhalla shanu i kënaqur? A është Allahu subhanahu wa taala ai i cili në këtë mrekulli i cila po na ndodh neve është i kënaqur me veprimet tona? Andaj Allahu subhanahu wa taala thot: "Afara'aytum man ittakhadha ilahahu hawa?" A nuk keni pa ata të cilët epshin e tyre e kanë marrë për Zot? Pra epshi, dhe në këtë rast epshi është lloje të ndryshme, e kanë marrë për Zot, nga se epshi ua determinon dhe ua përcakton agjendat e tyre jetësore dhe agjendat e tyre të angazhimeve. Po, në qoftë se epshi i pushtetit është prezent, burri dhe gruaja nuk do të jenë në krymje të detyrave të tyre, por do të vrapojnë pas epshit e pushtetit. Qoftë se burri dhe gruaja epshi i tyre është dynjaja dhe pasuria, ata do të lënë mangu qëllimet kryesore për të cilat janë krijuar dhe për të cilat ndodh bashkimi mes këtyre dy trupave dhe këtyre dy shpirtave për të arritur epshin e tyre të pasurisë. E kështu me radhë, rëndit epshe të ndryshme, qefe të dynjas, lakmi të dynjas, e kështu me radhë. Tek e fundit, vëllezër dhe motra,
ju prindër të cilët jeni përgjegjës për fëmijën e juaj, a nuk është epshi i kënaqësive dhe i shfrenimit dhe i shfryrjes së dëshirave tona një nga shkaktarët kryesor të vonesës së martesave në kohën në cilën po jetojmë? A nuk po i shihni djemë dhe vajza të cilëve u ikin vitet pa arrit me e plotësu njërën nga kushtet dhe njërën nga plotësimet e mëdha të fesë, e ku pejgamberi alayhis salatu wasallam në hadith thotë se domthonë nikahi është plot, ai i cili është martuar ka plotësu gjysmën e fesë, sepse ka arrit me e plotësu njërën nga pjesët më të rëndësishme të jetës së njeriu. Andaj qëllimi kryesor është kënaqësia e Allahut subhanahu wa taala. E pastaj më njëherë më saj, kur besimtari e kupton se Allahu xhaleshanu është Zoti i tij dhe ai i cili ja përcakton dëshirat, ai i cili ja përcakton prioritetet, ai i cili ja përcakton agjendat në jetë, Allahu xhaleshanu po na thot liteskunu ilayha. Një nga objektivat më madhore të martesës është që burri dhe gruaja të gjejnë qetësi tek njëri tjetri. Të gjenë qetësi tek njëri tjetri. Liteskunu ilayha. Dhe banu të bindur. Dhe kjo është e vërtetuar. Dhe kjo është realiteti. Dhe kjo është një gjë e pamohuar. Nuk ka lidhje jashtëmartësore që njeriu i ofron qetësi dhe rahati. E vetmja lidhje e cila ofron qetësi, e cila ofron rahati, e cila ofron lumturi, e cila ofron ngrohtësi, e cila ofron siguri, është lidhja martësore. Andaj, liteskunu ilayha, që të banoni, që të qetësoheni, që të gjeni prehje të këto, është objektiv, për objektiva më madhor pas kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala, që mbetet prioriteti dhe objektivi më i madh i çdo pune dhe i çdo angazhimi të cilën e bëjmë në jetën e kësaj bote. Andaj, shtëpia e cila mes dy bashkëshortëve ekziston lidhja e sinqertë dhe lidhja e saktë, pra e cila e kalon legitimitetin fetar, pra bëhet sipas rregullave fetare. E rregullat fetare të një martese janë kërkesa nga ana e djalit, shumë të thjeshta, por ama shumë madhore. Kërkesa nga ana e djalit dhe pranimi nga ana e vajzës dhe përgjegjësit të saj. Përgjegjësit të saj, sa e ka vlerësuar Allahu xhaleshanuhu mundin e prindit. Ai prindi i cili e ka rrit vajzën, është kujdes për ta, e ka eduku ata, nuk shariati ja ka dhënë të drejtën atij që të ketë rol kyç në të ardhmen e saj. E sidomos në periudha të caktuara kur vajzat nuk arrin me e pas kthjellësinë e duhur në vendimarrje për shkak të emocioneve, për shkak të moshës e kështu me radhë. Allahu subhanahu wa taala e ka thënë që bashk me pëlqimin e vajzës duhet të jetë edhe pëlqimi i prindit. Dy dëshmitar, të paktën dy dëshmitar, ndërsa dasma dhe ahengu dhe mbledhja e njerëzve jo ç'është po bëhet sot, por mbas të rregullave ku aty nuk ka shkelje morale dhe përzimje të burrave të grave kështu me radhë, pra dasma do të ishte sunet, por prezenca e dy personave, të paktën dy personave që të dëshmojnë se këta dy nuk janë në lidhje imorale, por janë të lidhur mbas të rregullave të fesë. Dhe kushti i tretë është mehri, dhurata martësore, e cila është e drejtë ekskluzive e gruas, e drejtë ekskluzive e nusës së ardhshme. Këto tri kushte, të cilat plotësohen dhe mes këtyre dyve, Allahu xhaleshanuhu ka bërë që të kenë synimin e parë arritjen e kënaqësisë së Zotit, shtëpia do të shndrohet në xhenet.
Ajo shtëpi do të shndrohet në kënaqësi, ajo shtëpi do të shndrohet në lumturi, në atë shtëpi burrë dhe gruaja nuk do të gjejnë vend, bëhen të bindur, nuk do të gjejnë vend. More edhe vendet më të mira në botë nëse janë, nuk do të gjejnë vend ku e gjejnë veten më rahat, më të qetë dhe më mirë se sa në shtëpi. Sepse brenda saj është mëshira Allahut subhanahu wa taala li taskunu ileha, që të qetësoni dhe të gjeni prehje aty. Andaj shtëpia shndrohet në xhenet. Shtëpia shndrohet në vend qetësie. Shtëpia shndrohet në vend ku njeriu sapo i përfundon angazhimet e tij në jetën e kësaj bote, kthimin e ka të menjëhershëm aty ku i pushon shpirti dhe i qetësohet zemra. Andaj thot Ibn Qayyimi, nuk ka qetësi më të madhe në dunja pas njohjes së Allahut subhanahu wa taala se sa qetësia që vendos Allahu xhalla shanuhu të dy bashkëshortët. Nuk ka qetësi në dunja pas njohjes së Allahut subhanahu wa taala qetësi më të madhe se sa qetësia që e çon Allahu subhanahu wa taala mes bashkëshortëve, të cilët lidhjen e tyre e kanë bërë për Allahun subhanahu wa taala me objektiva për ta kënaqur Zotin xhalla shanuhu dhe me objektiva që të gjejnë qetësinë dhe rahatin tek njeri tjetri. Sigurisht se ka edhe objektiva tjera madhore të cilat i përmban dhe i ngërthen e vete bashkëshortësia, të cilat do t'i përmendim në pjesën e dytë të këtij trajtimi. Shikues të dashur, u kthyem në pjesën e dytë të trajtimit të martesës si kontratë toksore apo lidhje qiellore. Dhe pam se përveç çështjeve teknike, të cilat janë toksore, madhështia e martesës është se ka legjitimitet hynor dhe njëkohësisht ka edhe tretman dhe trajtim të një mrekullie nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe pam se martesa i ofron disa nga bazat më të rëndësishme në bazë të cilat njeriu e organizon jetën e tij. Dhe përveç atyre, martesa është edhe një shkollë e cila njeriu e edukon në disa nga aspektet të cilat nuk e edukon asnjë shkollë dhe asnjë institucion tjetër. Nëse flasim për jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe duam ta bëjmë një tërheqje të një paraleleje mes kësaj shkolle të cilën po e përmendim. Do të shohim se pjesa më e madhe e jetës e pejgamberit alayhi salatu wassalam na është transmetuar nga gratë e tij. Ajo është pjesa e brendshme, pjesa e jetës individuale të njeriut brenda 4 mureve. Njerëzit mund të kalojnë teste të ndryshme, mund të kalojnë prova të ndryshme të sjelljes së tyre, të angazhimit të tyre, të moralit të tyre, të burrnisë së tyre e kështu me radhë. Ama ato teste dhe ato provime janë të jashtme. Atje ku njeriu kalon kohë të shkurt kohore dhe mund lirshëm ose me një sforcim minimal të paraqitet ai i cili nuk është. Mirë po, jeta bashkëshortore është shkolla në të cilën njeriu do të provohet, ai kalon testet, ai kalon provimet e moralit real në të cilën njeriu është i brymosur dhe jeton me to. Andaj, martesa është prova e durimit. Martesa është prova e faljes. Martesa është prova e butësisë. Martesa është prova e drejtësisë. Martesa është prova e vetëpërmbajtjes. Në martesë dalin në shesh dhe shfaqen të gjitha këto të cilat megjithatë njeriu jashta martesës dhe jashta 4 mureve mund edhe të shtiret ose të kamufloj. Ndërsa në martesë nuk ka mundësi
që në një jetë të tërë njeriu të shtiret. Andaj ai i cili kalon testin e shkollave të edukimit, të falës, të butësisë, të vetëpërmbajtjes, brenda familjes së tij, në këtë rast brenda jetës bashkëshortore, ai ka arrit që të i kaloj dhe ta marrë diplomen e njeriu të suksesshëm edhe në këtë botë, por edhe në botën tjetër. Andaj, ka thonë disa nga dietarët e hershëm, se njeriu nuk nifet derisa të udhtoj me ta, ose të bashkëjetoj me ta. Pra të jetoj në një kohë, në një distancë shumë të afërt me ta, sepse kjo e shfaq brendësinë e tij. Andaj, sa njerëz, sidomos ata cilët sot merren për modele dhe merren për shembuj në jetën e shumë njerëzve, angazhojnë truproj, angazhojnë agent, angazhojnë masa të mëdha për t'ia ruajtur atyre privatësinë, sepse në privatësinë e tyre nuk janë të njëjtë. Ta mund të jenë shembull të caktuar në fusha të caktuara, por ama janë të dështuar në ata e cila është bazë dhe tregon realitetin e një njeriu. Në të kundërtën, pejgamberi alayhis salatu wassalam në një farforme ka angazhuar agent special familjen e tij që të nxjerrin jashtë gjithçka që ai ka bërë brenda. Kjo është madhështia e pejgamberit alajhissalam. Kjo është madhështia e fesë. Andaj pejgamberi sa thotë: "Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Më i miri për juve është ai i cili është më i miri me familjen e tij. E pastaj thotë: "E unë jam më i miri për juve me familjen time." Sa njerëz janë të butë jashtë, ndërsa janë egërsira në familjen e tyre. Sa njerëz janë të ashpër në familjet e tyre, ndërsa jashtë janë buzëqeshur. Sa njerëz mshihen në rahmetin, butësinë, faljen, vetëpërmbajtjen, tolerimin, pothuajse e lanë bashkë me kpucet e tyre kur ata kthehen në shtëpitë e tyre, sikur ai është një pjesë e jashtme, ose për konsum të jashtëm, ndërsa njerëzit që më shumë ti ka hak ndaj tyre, ka obligim ndaj tyre, ka detyra ndaj tyre, ata cilët i ofrojnë më shumë se çdo kush tjetër që i ofron, nuk e kanë të njëjtin tretman. Andaj martesa është shkollë dhe është një lloj testi dhe një lloj provimi se cila është gjendja jonë reale dhe kush ne jemi me të vërtetë. Padyshim se martesa është përgjegjësi. Martesa është përgjegjësi. Sot nga problemet të mëdha të cilat ndodhin, e që janë dy shumë të mëdha. E para është vonesa e martesës dhe e dyta është mos kuptimi i martesës si përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala, para se të kuptohet me përgjegjësi tjera. Dhe në momentin që njeriu nuk e kupton se martesa është përgjegjësi para Allahut, jo vetëm në martesë, por edhe jo vetëm kur ndodh martesa, po edhe martesa në kohën e duhur. Andaj, kush ju ka thonë, o njerëz, o vëllezër, motra, o rini e dashur, kush ju ka thonë se vitet e martesës duhet të jenë mbi 30? Kush ju ka bind se duhet shtyhet martesa? Prej nga erdh kjo ide, prej nga erdh ky mësim, prej ka erdh kjo qërëdi, prej ka erdh ky deformim i madh, i cili nuk ka asgjë brenda saj përveç se ide dhe qëllime shumë të ulta. Ide dhe qëllime shumë të ulta në kohën e shfrenimeve të mëdha, në kohën e humbjes së kriterit të moralit, në të njëjtën kohë kur rritet mundësia e imoralitetit dhe e raporteve ose e lidhjeve jashtëmartesore, në të njëjtën kohë bëhen fushata për shtymjen dhe vonimin e vonesës. Bano të bindur se çdo i ri dhe çdo e re e cila e shtyn martesën jashtë kohës së duhur, e koha duhur është
ajo që na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, martesa sa më e hershme, sepse është garancë dhe rujtje e vetës, rujtje dhe garancë e rujtjes së nderit, rujtje dhe garancë e rujtjes së familjes. Dhe çdo vonesë e martesës në kohën e duhur, dhe çdo gabim që njeriu e bën, si rezultat i kësaj vonese, le ta dim se ka përgjegjësi të shumëfisht dhe ka pastaj edhe dënim të shumëfisht. Sepse me vetëdije ose pa vetëdije, po e humbim martesën si përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala. E martesa si përgjegjësi para Allahut xhallashanuhu, tham nuk është vetëm pasi të ndodh ajo, por është edhe që të kryhet në kohën e duhur. E pastaj kush ka thonë se martesa duhet jetë ajo e ëndrave të ëndruara nga shumë të ri. Ajo martesa imagjinare e filmave ose e paraqitjeve vizuale të njerëzve. Kush ka thonë? Kush po mashtron dhe ti duhet me prit pastaj që ta realizosh një martesë të tillë. Një martesë në filan restorantin, me filan dritat, me filan zbukurimin, me filan gjërat të cilat janë një lloj fasade, e cila po nuk pat originalitet brenda saj, bën të bindur se ajo bjen shpesh, ashtu që jemi të e pa për çdo ditë sa ajo martesë po bie. Dhe ajo fasad po bie. Dhe tek çiftet e shumta bashkëshortore nuk realizohet ajo që u përmend më lart. Por përkundrazi, pasojat e këtyre pastaj do të jenë shumë të mëdha. Andaj pejgamberi alayhis salam na ka treguar se cili duhet me kon kriteri i përzgjedhjes. Ti e ri edhe e re. Pejgamberi na ka treguar cili është kriteri i përzgjedhjes së bashkëshortë dhe bashkëshortës të ardhshme. Andaj pejgamberi ka thonë, martesa bëhet për 4 gjëra. Për bukuri, për pasuri, për emën dhe famë. Dhe ka thonë pejgamberi për fen dhe moralin dhe edukatën. Pasuria përfundon. Bukuria nuk mbetet gjithmonë. Emri dhe pozita, sa ka pas me emër dhe pozita, po cilët ka përfundu, si më keq, ajo që mbetet, dhe ajo që siguron dhe garanton një jetë bashkëshortore, me objektivat cilat u përmenden, kënaqësinë e Allahut, kryimin e obligimeve në dunja, qetësinë e rahatin, është vetëm kur bëhet përzgjedhja e njeriut të duhur i cili ka frikën e Zotit. Frikën e Zotit. Ai i cili tutet Zotit, ai i cili din pse po martohet, ai i cili din çka është jeta kësaj bote, ai i cili din cili është qëllimi i krijimit, ai i cili din se kemi me dal para Zotit dhe me dhon përgjegjësi. Andaj jo rastisht kanë thonë, jepja ose martohu me fetarin, sepse ai edhe nëse nuk e don, pra dhe nuk arrin, ai të paktën zullum nuk ka me ba. Paktën padrejtësi nuk ka me ba. Andaj martesa është përgjegjësi. A dini çfarë përgjegjësi është martesa? Sepse ajo duhet bëhet me kohë, në bazë të mësimeve dhe kritereve. E pastaj është martesë që duhet ruhet njëri tjetri. Burrë dhe grua të ruajnë njëri tjetrin. Sa ankesa dhe problematika të vazhdueshme që shfaqen dhe dalin në shesh tek njerëzit, ku burri nuk është rahat në momentin që del nga shtëpia, nga frika e moralit të gruas së vet, e gruaja nuk është e qetë dhe rahat kur del burri nga shtëpia për nderën dhe moralin e tij. Çfarë martesa kjo? Çfarë qetësie kjo? Çfarë përgjegjësi është kjo? Çfarë përgjegjësi është kjo? Çfarë vlere ka një dasëm me miliona ndoshta të shpenzuara, por pas disa ditëve kur njëri burri dhe gruaja nuk janë afër njëri tjetrit, ata mendjen e kanë se çfarë po bën njëri ose tjetri. Dhe
dhe çfarë vlere ka të jetuarit në pallat ose në një shtëpi kur nuk ka besnikëri dhe kur nuk ka ruajtje të nderit dhe të moralit të njëri tjetrit. Martesa është përgjithësi, andaj shkelja e kurorës dhe prishja e raporteve marrëshërtore për shkak të imoralitetit, Zoti na ruaj. A ka diçka ma të tmerrshme, ma të çoroditur, ma të frekshme sa ajo që ndëgjojmë dhe ndodh për shkak të mos përgjegjësisë dhe duke mos e ditë se cilat janë përgjegjësitë e martesës. Andaj pejgamberi më thotë kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, secili është bari dhe secili bari është përgjegjës për kopën e tij, përgjegjësia e cila del si rezultati i këtij ofrimi. Andaj amaneti i cili duhet të jetë mes bashkëshortëve është nga amanetet më të mëdha që jepet besë Allahut subhanahu wa ta'ala. Një jetë bashkëshortore, një jetë e cila e merr legjitimitetin hynor dhe synon këto objektiva të cilat u përmenden më lart, është e pamundur. Është e pamundur që gjithmonë brenda asaj martese të ketë dashuri. Është e pamundur. Jeta është e tillë, sfidat janë tilla, problemet janë tilla, telashet janë të tilla, ku është e pamundur. Andaj Allahu xhallahu ka bërë dy komponente të domosdoshme në jetën bashkëshortore. Dy komponente të domosdoshme. Allahu xhallahu ka thënë mawaddatan wa rahme. Dashuri dhe mëshirë. Dashuri dhe mëshirë. Andaj në momente të caktuara dashuria, sepse ajo është e cila e mban gjallë një lidhje, një martesë, një kujdes, një respekt, një dashuri. Por në momentin e zbehjes së dashurisë, atëherë ndërhyn mëshira. Si ka mundësi që dy bashkëshort kanë jetu jetë të caktuar, ditë të caktuara, më dhe momente të caktuara nëse kanë jetu. Të vijë një moment kur nuk ekziston dashuria. S'ekziston. Mirë. Një pretendim i çuditshëm, megjithatë po themi se i pranuar. Mirë. Ku mbeti rahme, ku mbeti mëshira? Deri në çfarë shkallë duhet shkoj armiqësia pastaj? Deri në çfarë shkallë duhet shkoj lufta ndaj njëri tjetrit? Deri në çfarë shkallë duhet shkoj shpifja ndaj njëri tjetrit? Deri në çfarë ku mbeti mëshira? Andaj Allahu subhanahu wa taala madje edhe në qoftë se ndodh shkurërzimi, i cili është zgjidhja e fundit mes dy bashkëshortëve. Allahu xhallahu ka thonë wala tansaw al-fadl bainakum. Mos e harroni të mirat që i keni pas dhe ja keni dhëruar njëri tjetrit. Mos harroni fadlin që e keni pas dhe njëri tjetrit, edhe në qoftë se një ditë ka qenë, sepse aty ka pas dashuria, aty ka pas afërsi të tillë. Andaj Allahu xhallashanuhu ka bërë që të jetë mawadda, të jetë dashuri, por mungesë të saj të jetë rahme. Andaj ka thonë dashuria është për ditë të mira, ndërsa mëshira është për ditë të vështira, sepse njeriu gjithsesi do të ballafaqohet në jetën e tillë. Kur është e lehtë te kalimi krejt kësaj, është atëherë kur njeriu e kupton edhe qëllimin, edhe objektivat të cilat duhet i ka martesa. E pastaj nga gjërat e domosdoshme të një jete bashkëshortore, të qetë, të mirë dhe me objektiva është që burri dhe gruaja të mos e luajnë rolin e gjykatësit dhe të prokurorit në njëri me tjetrin. Pra, në rolin e atyre të cilët e vërtetojnë çdo hollësi dhe çdo imtësi mes tyre. Çdo fjalë, çdo shprehje, çdo lëvizje, çdo ndjenjë emocionale që e dha njëri me tjetrin. Sepse nga mrekullitë më të mëdha të një jete që duhet ketë është që të jetë mëshira, por edhe të jetë një lloj të ghaful,
jo gafel me kanë, por të gafel. Dhe gafel është kur ti e din çfarë po ndodh, mirë po bëhesh barë se nuk po sheh. Sepse nuk arritën burrë dhe gruaja, pra çifti bashkëshortor, të kalojnë çdo moment të çdo mos pajtimi që mund ta kenë njëri me tjetrin, sigurisht se është e pamundur. Është e pamundur që të vazhdohet. Andaj ndodh një herë një mos pajtim mes Aliut edhe Fatimes. Aliu radiallahu anhu dhe Fatimja, njerëzit shembull. Dhe shkon pejgamberi sa tek Fatimja, thot ku është Aliu? Thot ka ndodhur diçka mes neve dhe ka dalë. Por ka dalë, disa të qetësohet situata, disa të merret, disa të kthehet në originalitet, disa të qetësohet çështjet e kështu me radhë. Andaj menaxhimi i jetës bashkëshortore dhe i momenteve të caktuara është i domosdoshëm. Njerëzit është kryen trajnime, njerëzit kryen shkollat të ndryshme se si të menaxhohen, për shkak se projekti i jetës bashkëshortore është prej projekteve më të mëdha që njëri jeton jetën e kësaj bote. Mos u merrni me ata që thonë hajt se s'ka kur gjë kjo punë. Ata cilët për një fjalë goje thonë le, ndaju, mos shko, mos e ban, sepse mbi kët padyshim se ndërtohen shumë efekte e të partë të cilët do ta ndinë këtë efekt janë fëmia, ata të cilët do ta ndinë drejt për drejt shkakun dhe pasojën e mos realizimit të këtij projekti, qoftë në edukim, qoftë në emocion e kështu me radhë, pra temë dhe çështje tjetër. Andaj realizimi i projektit të martesës është njëri nga realizimet më të suksesshme që dikush mund të arrijë në jetën e kësaj bote. E tëra kjo bëhet e lehtë, bëhet e qetë, bëhet e mirë, bëhet e realizueshme vetëm nëse jetohet, kuptohet dhe menaxhohet në bazë të këtyre mësimeve, të cilat sigurisht se ishin disa prej tyre, e ka edhe shumë tjera. Allahu xhalla shanu na mundsoft që shtëpiat tona të jenë xhenet, i rahatisë, i qetësisë dhe kënaqësisë, jetojnë bashkëshortore të jetë në shërbim të kënaqësisë Allahut subhanahu wa taala, e brenda këtyre Allahu xhalla shanuhu bëft që të jetë mëshira e tij, rahmeti i tij, mbas cilët ne kemi me të kalu pra çdo sfidë, çdo problematik dhe kemi me kanë ata të cilët jemi të lumtur, të qetë dhe jemi rahat në këtë botë, para se të jemi pastaj zbashku në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala, ku Allahu xhalla shani ka përshkruar atje nga begatitë e xhenetit arse do të jenë zbashku ata të cilët janë kanë zbashku në jetën e kësaj bote. Allah na mbajt zbashku në këtë jetë, që të jemi zbashku edhe në botën tjetër. Dhe në takimin tjetër, Allahu xhalla shanuhu i past mëshirën dhe rahmetin e tij.